zhvillime dramatike nxorën në pa me të gjithë shëmtinë e tij narkoshtetin shqiptar, lidhjet organike të atij që e quajnë tashmë mediat ndërkombëtare Noriega i Shqipërisë apo Ramaduro i Europës. Dje u shpallën organizatë terroriste. Me sankcione të thella. Vëllezërit Hysi, miq dhe favorit të Noriegës apo Ramaduros. Mediat botërore sot në të katër anë të planetit informojnë këtë vllazëri. Këta janë 4-5 vëllezër. Si parelarësit kryesor të Sinaloas të Meksikës. Sinaloa e Meksikës është ndofta karteli më i fuqishëm i drogës në botë. Dhe jo vetëm i drogës, i shumë aktiviteteve tjera kriminale. Perendoria e miqve të Edi Ramës njoftojnë mediat botërore, perendoria ekonomike e tyre shtrihet në shumë vende. Në Kanada, në zonat e indianëve të Kanadas që kanë një lloj autonomie, me pallatin magjik, me dhjetra e dhjetra restorante, hotele dhe klube. Por ato nga Quebeku dhe zonat e indianëve të Kanadas gjerë në Palermo të Italisë numrojnë në Vlorë, në Tiranë, në Shqipëri, numrojnë me qindra biznese, por në tërësi kazino lojra fati, me cilat në një marrëveshje lajnë miliardat e Sinaloas të Meksikës. Famoz vetëm restoranti Mirela restoranti, që mban emrin e bashkëshortes, ka transferuar në Shqipëri dhjetra milion euro nga zonat e indianëve të Kanadas. Tani, këtu kemi disa sekuenca. Pra, janë mediat Reuters, është Reuters, agjencia kryesore e lajmeve në botë, që njofton sanksionet kundër familjes të perendorisë së kazinove meksikane dhe që lanë fondet e kartelit
dhe që është i lidhur direkt me Edi Ramën. Vazhdoj. Meksika i mbyll 13 kazino. Shqipëria asnjë. Asnjë kazino nuk i mbyll. Tjetër. Qeveria e Meksikës dhe Thesari gjuajnë apo godasin grupin kriminal të sektorit të Bixhosit, lojrave të fatit. Lajm tjetër, është ba lajm botror. Tjetër. Tjetër, përsëri, media të tjera. Vazhdoni, kjo është bërë lajm botror. Tani mundësisht deklaratat e Rams. Përshëndetje, Kryeministër. Rugova Dunisha nga Fox News. 2 ditë më parë në mediat meksikane në fakt është publikuar një lajm ku thuhet se karteli Sinaloas ka lidhje të ngushta me Shqipërinë, konkretisht me vëllezërit Hysa, njëri prej të cilëve në mediat shqiptare ditën e djeshme është publikuar një fotografi e 2 viteve më parë në zyrën tuaj. Cila është marrëdhënia me luftar Hysën, marrëdhënia juaj dhe si komentoni akuzat e medias meksikane mbi pastrimin e parave të kartelit të Sinaloas në Shqipëri? Faleminderit. Para punës njerë, unë nuk besoj se ka një dallim të madh midis medias në fjalë meksikane dhe medias tuaj për shembull. Unë mendoj që është e njëjta gjë. Që do thotë që mund të thuhet edhe kujt ja thot televizionit Bolinos këto, kur nuk i levërdis. Dhe mbi të gjitha unë e konsideroj të neveritshme që me edhe një ktheje pak nga para këtës e zhurmovave të gabimisht. Me një artikull që del diku, ku do qoftë. Merret mediat meksikane në fakt është publikuar një lajm ku thuhet se karteli Sinaloas ka lidhje të ngushta me Shqipërinë, konkretisht me vëllezërit Hysa, njëri prej të cilëve në mediat shqiptare ditën e djeshme është publikuar një fotografi e 2 viteve më parë në zyrën tuaj. Cila është marrëdhënia me luftar Hysën, marrëdhënia juaj dhe si komentoni akuzat e medias meksikane mbi pastrimin e parave të kartelit të Sinaloas në Shqipëri? Faleminderit. Para punës njerë, unë nuk besoj se ka një dallim të madh midis medias në fjalë meksikane dhe medias tuaj për shembull. Unë mendoj që është e njëjta gjë. Që do thotë që mund të thuhen të vërteta, por mund të thuhen edhe shumë gënjeshtra. Dhe mbi të gjitha unë e konsideroj të neveritshme që me një cop letër që del diku, me një artikull që del diku, ku do qoftë, merret një familje tërë shqiptare dhe kryqëzohet këtu nga mëngjesi deri në darkë, pa e pyetur fare, ore kush jeni, ore ku jeni, ore me çfarë merreni. Dhe pastaj lidhet njeriu më i kërkuar në botë, pasuria e cilit thuhet se është më e madhe se GDP-ja e Gjermanisë, me një hotel me më pak se 100 dhoma në Vlorë. Ja. Dhe një nga kartelet më të mëdha të botës i pastroka paratë në Shqipëri. Unë nuk e di domethënë si bëhen këto, pa asnjë kërkim, pa asnjë verifikim. Thjesht kap shqiptar, kap amerikan, kap emra, përplasin pas murit, ngrije uli trafikant, ngrije uli kriminal, ngrije uli të gjitha të zezave, ju qofshi, dhe Zoti ju pas në kujdes gjithë dhe ju që merreni me këtë sport. Realisht.
është realisht e dhimbshme edhe është realisht e neveritshme, por unë jam krejt i pafuqishëm për të bërë kur çfarëdo gjë tjetër përveç se për ta vënë gjithë fuqinë time në dispozicion të vërtetave dhe të fakteve. Unë nuk njoh në një kartel, unë nuk kam asnjë lidhje me ndonjë aktivitet ilegal, unë nuk jetoj për të ngrënë më shumë dhe për të jashtë nxjerrë sa më shumë, unë jetoj për ca arsye të tjera që nuk ka mbase asnjë mundësi që t'ja u shpjegoj. Kështu që ju kam lënë Zotin të gjithë atyre që ndërtojnë të tilla fabula dhe jo vetëm për veten time, jo vetëm për mua, por për të gjithë ata që përfshihen në këto vrrulle të paimagjinueshme sulmesh dhe goditjes që shkatrojnë familje, shkatrojnë jetë njerëzish, shkatrojnë nerva, shkatrojnë fëmijë, shkatrojnë gjithçka. Ju qofshi, nuk di çfarë them domethënë. Doli një artikull atje dhe mbushet gjithë rrjedhi i kanaleve të vatanit këtu me një lumhane që nuk di domethënë se si bëhet për ta frenuar, është tjetërmërshme. Ministri avokat, vazhdojmë. Tjetëri. Bukur që më pëlqen të ndaj me ty këtu. Po? Unë kam një mikun tim të madh që është nga Anglia, faktikisht nga Skocia dhe jeton në Londër. Po? Dhe ky miku im ka emrin Max Milligan. Unë kam jetuar me atë në Peru për 3 vjet. Dhe Maxi Bilës vllai i tij ka qenë drejtori Sky News në Angli. Po? Maxi është fotograf dhe bën libra. Bën fotografi dhe shkruan libra. Ka bë libra për Perun, Realms of Incas, ka bë për Skocinë, ka bë për Ganën, Ivory Coast, ka bë për Stone Age, ka bë për Iceland, Rumenia, dhe ky njeri donte dhe gjithmonë ka qenë interesuar, gjithë jetën. Bënte libër për Shqipëri. Bënte librin për Shqipëri dhe të promovonte. Po pse do shkonte ke Rama? Prit një sekond. Po. Tashti, gjithmonë dhe i kam të gjitha këtu Bilës në telefonin tim, i kam gjitha edhe mesazhe dhe gjithë bisedat me Maxin. Dhe unë duke parë që Rama është edhe artist, edhe i pëlqen kjo lloj fushë, thash, e vetmja gjë që mund të bëj, ti prezantoj këtë projekt nëse mund ta mbështesë. Si e gjetët ju Ramën? Ramën e gjeta nëpërmjet një miku tim që e kam takuar rastisht, një miku tim gjerman që është një miku i mirë i Shqipërisë, që e ka ndihmuar jashtëzakonisht. Deputet i Bundestagut. Patjetër dhe e ka ndihmuar jashtëzakonisht Shqipërinë dhe unë jam krenar. Andando invece più nello specifico su cose su cui ci sono anche prove documentali, i suoi incontri con Luftar Isa. Come mai ha incontrato Luftar Isa qui nel 2020? Un altro nome che viene così. Ma scusa, ma io non vorrei perdere la mia possibilità di essere, diciamo, in onda da voi, parlando di nomi che non so neanche cosa vogliono dire e chi sono. Secondo le autorità canadesi è il riciclatore dei soldi del cartello di Sinaloa che qui in Albania ha avuto la concessione per fare un casino. Quindi parliamo di fatti e circostanze molto specifiche. Scusa, ma mi parla di nomi che non c'entrano, non hanno, cioè è un'offesa all'intelligenza del vostro spettatore. Per me che sono un giornalista, parlare di nomi. Il fatto che il Presidente del Consiglio albanese incontri una figura che poi si scopre che sia il riciclatore del cartello di Sinaloa, che è uno dei più importanti cartelli della droga, per me è una notizia questa e io devo chiedere conto a lei. Non farei bene il mio mestiere se non le chiedessi su questo. Scusa, io incontro tante persone, va bene? E io sono responsabile per quello che faccio io e per quello che sono le persone quando vengono da me. Poi, se una persona un giorno si riscopre che è una persona non in regola, sta alla giustizia di fare il suo lavoro e certamente sta a me, e sta al governo, e sta all'amministrazione di prendere le distanze. Cioè, è come se io le dico, ma scusa, ma lei incontra Francesco Becchetti che è un criminale, ma scusa, ma cosa vuol dire? Cioè lei fa il suo lavoro. Io però sono un giornalista e intervisto criminali e non criminali. Va bene. Lei, il Presidente del Consiglio, non dovrebbe incontrare i criminali. Va bene. I fatti sono un po'
diversi in quale senso. Lì c'è un investimento di una famiglia di Valona. Cioè è una famiglia di Valona che non ha niente. Il padre è una persona conosciuta a Valona perché era uno dei più vocali attivisti verdi contro la costruzione della petrolifera italiana. E lui è diventato famoso per questo. E quella famiglia ha investito su uno dei più bei hotel, poco a poco. Marina Bay. Marina Bay. Poi loro, che io conosco, perché io sono anche deputato a Valona, mi hanno detto: vogliamo incontrarti perché c'è un cugino conosciuto nostro, non so se cugino o conosciuto, questo non lo so, che vive in Messico e che vorrebbe aiutarci, darci una mano per operare il casino. Ho detto: va bene, venite. Sono venuti, ho incontrato, mi hanno detto semplicemente che cosa... Volevano fare questo casino? No, che cosa, se c'erano impedimenti, cioè informazioni sulla fattibilità di una cosa del genere. Ho detto: noi abbiamo una semplice cornice per incentivare gli hotel a 5 stelle, che non c'erano in Albania. Abbiamo messo anche abbiamo fatto un pacchetto di senza tasse per 10 anni, IVA 6%, senza tariffe per permessi di costruzione. Cioè, e poi abbiamo messo anche, se tu fai una richiesta per un casino che normalmente è 10 milioni di euro, a un hotel di 5 stelle, puoi ottenerlo a 500.000, cioè come un incentivo. Loro hanno questa struttura di 5 stelle a Marina Bay e automaticamente a loro non è concessione, è licenza. Okay. Per... E in quell'occasione c'era anche questo Isa, questo cugino messicano all'incontro. Lui è venuto con loro. Perfetto. Per questo. Tutto lì. Questo mi ricordo. Una volta l'ho visto in vita mia. Poi ho visto, perché quando vado lì delle volte prendo un caffè, ho visto che hanno aperto. Tutto lì. Allora è investitore, è gestore, non so, tutto lì. Flet vetë, tregon vetë se si i dha licencën e hotelit, i dha lejen e hotelit me 5 yje, e shpalli investitor strategjik 10 vjet pa taksa, i dha licencën e kazinos, klanit të Sinaloas, vëllezërve Hysi, në një ndër pozicionet më të fuqishme, në kartelin më të fuqishëm të drogës në botë, që është Sinaloa. Pra, kartelet e drogës i kanë dyrët e hapura anë e kam në Shqipëri, por qytetarë shqiptarë dhe për të gjitha ata të cilët duke refuzuar mbështesin narkoshtetin shqiptar, duke e mohuar ekzistencën, mbështesin narkoshtetin shqiptar, po lexoj për kufizimin. Se narkoshtet është termi politik dhe ekonomik, që përdoret për vendet në të cilat të gjitha institucionet legjitime janë infiltruar nga fuqia dhe pasuria e tregtisë ilegale të drogës dhe përfaqësuesit e kësaj tregtie. A ka penetrim më të thellë
a ka penetrim më të thellë në shtetin shqiptar se sa përfaqësues të Sinaloas në zyrën e kreut të ekzekutivit? A nuk është kjo shkalla më ekstreme e penetrimit të tyre? A nuk është avokatia që i bën kryeministri në intervistat e tij? Këtu lere, shumë bukur. Avokatia që i bën kryeministri në intervistat e tij Ramaduro, përfaqësuesve të organizatës narkoterroriste Sinaloa, duke i quajtur një familje të ndershme e tjerë. Duke mohuar çdo implikim të tyre, duke bërë avokatin e tyre. Pra, nuk po hy të ndalem në institucionet tjera, ku kreun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste udhëheq përfaqësuesi i Sinaloas të Elbasanit, i kartelit të Elbasanit, ku ministrat i ka emëruar karteli Troplin i Durrësit, ku 28 deputet në parlament kanë ardhur direkt të mbështetur nga kartelet, ku gjykatës dhe prokuror kanë me qindra kilometra biseda dhe mesazhe me eksponent të krimit organizuar, ku vetë Proda besohet, por pranohet nga gjithë se është i emëruar nga Suel Çela, drejtori i përgjithshëm i policisë. Meqense se jemi në definicionin e narkoshtetit. Pra, të më thot kush, më thanë këtu një ditë mua gazetarët, më përmendën avokatën e popullit. Në qoftë se kreu i institucionit nuk ka lidhje, jo dorën, pa as gifshtin në zjarr nuk mund ta vesh për atë institucion ti. Ai që më pyeti mua. Nuk ka vend që ata të mos kenë përfaqësues të tyre. Kushti pra i penetrimit të përfaqësuesve apo të parave të karteleve në administratë. Po kushti i dytë më dramatik është ai ekonomisë. Ekonomia shqiptare sot është ekonomi që dominohet me sektor kryesor, sektorin ku investon droga. Sektorin ku investon droga. Kjo ekonomi, apo në Shqipëri, për shkak të narko-eurove dhe narko-dollarve, pra, dollarve dhe eurove të klaneve kriminale të drogës, që futën në Shqipëri nga toka, deti dhe ajri, në sasirat pa llogaritshme. Eksporti është vlerësuar në mënyrë substanciale euro dhe dollari në kursin e përgjithshëm. Është vlerësuar me 30-35%. 30-35%. Ky vlerësim i ka dhënë një goditje fatale sektorit të eksporteve të vendit, i cili bie pson rënje dyshifrore nga viti në vit.
çka do të thotë mbyllja e mira normale të eksportit dhe çpunësimi masiv i shqiptarëve. Ju rikujtoj se për të justifikuar këtë dramë të madhe të qytetarëve shqiptarë të mira, të 10 mira, dhe në mos mbi 100.000 që humbisin vend e punës, Edi Rama quante industrinë e eksportit një industri të botës së tretë, e cila nuk ka pse të ekzistojë në Shqipëri. Por narko-euro dhe narko-dollar kanë zhvlerësuar me 35%. Çdo euro dhe dollar që vjen për familjet shqiptare nga familjarët dhe të afërmit e tyre jashtë vendi. Narko-euro dhe narko-dollarët kanë shkaktuar rënjen në recesion të prodhimit industrial për shkak goditjes madhe të eksportit, rënjen të madhe të prodhimit bujqësor. Ekonomia shqiptare sot ka 2 shtylla kryesore. Ndërtimin më kryesor, i cili është rezultat i investimit të miliardave të fondeve të drogës nga kartelet e drogës. Shqipëria, si narkoshteti i parë dhe i vetëm në Europë, sipas Eurostat, ka tregues në ndërtimit 3 herë më të lartë se në Europë. Jashtë të gjitha nevojave për ndërtime në këtë vend, që ka humbur 700-800.000 banorë në mos 1 milion gjatë 10 viteve të fundit në migracion. Pra, goditjet madhe ka marrë turizmi për shkak të zhvlerësimit të euros dhe dollarit dhe për shkak të largimit masiv të shqiptarëve nga Shqipëria. Ata të cilët mohojnë ekzistencën e narkoshtetit që po trajton shqiptarët më keq se çdo pushtim në historinë e tyre, që po varfron shqiptarët më shumë se çdo regjim tjetër, që ka shluar Shqipërinë në eksportues kryesor të krimit organizuar, të drogës dhe trafiqeve kriminale, ata de facto mbështesin narkoshtetin në Shqipëri. Në të gjithë parametrat, absolutisht në çdo parametër, Shqipëria plotson çdo tregues për narkoshtetin, përveç mbrojtjes që i bëjnë zyrtar të korruptuar, propagandës bajate të qeverisë, e cila synon të vazhdoj t'i garantoj narkoshtetit barbarin mbi shqiptarët. Tani, për ta mbyllur, unë kam zgjedhur këtu intervistën e djeshme të një prej prokurorëve më guximtar të Italisë, të Napolit, Nicola Gratierit, i cili thot se Shqipëria është një narkoshtet i mirëfillt, dhe jo vetëm kaq, por thot se Shqipëria është i vetmi vend ku organizatat kriminale shqiptare, ku organizatat kriminale lajnë parat në vendin e tyre,
sepse janë një me qeverinë dhe institucionet. Nuk guxojnë. Ndragheta t'i laj parat Itali sepse antimafia e gozhdon. Por në Shqipëri kanë parajsën e tyre. Besoj se me këto publikimet sotme nuk mundet të kundërshtojë njëri burimet, lidhjet e Edi Ramës me grupet terroriste, të narkoterroriste më të fuqishme të planetit dhe burimet e narkoshtetit në Shqipëri. Faleminderit. Zoti Berisha, tashmë që emri Edi Ramës në vetëm pak kohët e fundit ka dalë si lidhur fillimisht me Megonigal, pastaj me takimin Aruba të akuzuar për jush dhe tashmë emri i tij del edhe nga përfshira me luftar Hysën të shpërthyer tashmë edhe në mediat ndërkombëtare. A mendoni se do ta lëkund kjo opozitën e Edi Ramës në Shqipëri, po qofte edhe në arenën ndërkombëtare dhe çfarë do të bëjë opozita në funksion të kësaj? Faleminderit. Pyetje e drejtë. Narkodiktatorët kanë miq. Paguajnë shumë për propagandën e tyre, por kanë dhe miq. Në qoftë se lexoni ju për Noriegën, ju do lexoni atë gjëra të çuditshme. Të çuditshme. Franca i kishte dhënë atij dekoratat më të larta të vendit vet. Por po Franca, do ishte Franca, që do ta mirëte atë pasi mbaroi dënimet 30 vjeçare sa mbaroi në burgjet e Shteteve të Bashkuara për të mbyllë jetën e tij në burgjet e Francës si i dënuar. Pse tregova këtë shembull? E tregova se ne nuk duhet të tërhiqemi dhe dekurajohemi as nga mbrojtjet që i bëjnë, as nga mohimi që i bëhet narkoshtetit, i cili bëhet për qëllime absolutisht shumë të pandershme, korruptive. Narkoshteti në Shqipëri është vepër e Edi Ramës, por në mënyrën më të padiskutueshme. Ai u ndihmua fuqimisht nga ata që më shteten haptas dhe unë kam folë këtu para jush, ambasador e të tjerë, dhe nga ata që dhe sot e mohojnë, madje marrin sulme ndaj opozitës, pse ajo flet për narkoshtet. Por koha dhe e vërteta mund vonojnë, po absolutisht kur nuk mund të mohohen dhe nuk harrojnë. Ja, ju e thatë vetë, e tillë është Aruba. Aruba të nisët charteri nga Tirana për të bërë takim, me siguri kanë qenë dhe këta vëllezërit Hysi aty, se këta e famoz. Apo ai Gjika është një tjetër, se që është një, tani është në Burg në duket, ky mos gaboj, një Rexhepi, ka dhe mund t'ishte dhaj me 2 mbiemra, se këta i ndrojnë mbiemra e sipas qefit. Pra, e kanë këta, të unë mbiemrave e kanë shu, e ka kur mërë Taulandi 5 mbiemra, imagjino këta tjerë ta më topë. Pra, këta, takimi me qeverin, është rast unik, i hapur, të nisish avionin për 11.000 kilometra nga Tirana në Aruba për të taku një grup bosësh të karteleve të transportit drogës, ti shnon ata
në një sektor kryesor të jetës së vendit. Ndaj dhe ne nuk heshtim. Ne mbrojmë këtë sepse ne shohim që droga është fuqia më shkatrimtare e këtij kombi sot. Dhe për këtë arsye ne përballemi çdo ditë do përballemi pavarësisht nga avokatrit e narkoshtetit shqiptar. Zoti Berisha, Isa Myzyraj nga Ora News. Ditën e sotme ju nuk keni paraqitur pranë prokurorit special në SPAK për të pyetur në lidhje me ngjarjen e 21 janarit. Më shumë se kushdo tjetër, Sali Berisha i di pasojat e moszbatimit të një urdhri të SPAK, siç ndodhi para 2 vitesh ku ju nuk zbatuat urdhrin dhe doli një tjetër urdhër për të izoluar në shtëpi. Zoti Berisha, i druni fakti që brenda pak ditësh oborri i Partisë Demokratike mund të mbushet me policë për të shoqëruar me forcë për të marrë pyetje për 21 janarin? Isa, për ju dhe çdo gazetar tjetër që unë në tërësi respektoj, do të sugjeroja që mos lejoni veten kur të keq përdori nga njerëz të papërgjegjshëm, të inkriminuar, mashtrues, të cilët e kanë shtruar në atë institucion në një seksion të Partisë Socialiste. Unë nuk e kam rastin për ty konkretisht, për ju, jo, por kam konstatuar një keq përdorim dhe e them këtu publikisht, mizor të gazetarëve nga këta individ, të lidhur kokë kam me krimin, që më rikujton keq përdorimin që bënin seksionet e sigurimit të shtetit dikur ndaj personave të caktuar. Pse i them këto? E kam deklaruar, e kam faktuar se unë i përgjigjem çdo thirrje të gjykatës, të prokurorisë speciale, të prokurorisë jo speciale, të kujdo qoftë. Nuk ka asnjë lloj lëkundje nga unë në këtë qëndrim dhe nuk mund të ketë kurrë. Prit. Nuk mund të ketë kurrë. Së dyti, ata që e fusin veten për të krijuar e bëjnë veten bashkëpunëtor në një propagandë banale të turpshme, as kanë fytyrë, as nuk kanë moral, as nuk kanë ligj. Sepse posta kur niset, ligji është dorëzohet. Ati që i dorëzohet, Isa, i mirret firma. E mora, thot. Dhe unë, kudo, qoftë në seli, qoftë aty ku banoj, kam njerëz të përgjegjshëm, të cilët kur, nuk mund të ndodhë që të firmosin për një dokument që adresohet të kunder të mos ma japin. Por kjo i intereson Altin Troplinit, i cili e shtron atë institucion, i jep standardet e tij morale. Standardet e tij morale. Sa është sot data? Sot është data 17 apo jo? Urdhë? 14, më fal, 14, po. Nga data 3 që pretendohet, dhe me datën 14, ai dokument mund të vinte 5 herë në zyrën time, poshtë në shtëpinë time, apo në parlament. Se këto dyja janë institucione. Shtëpia ime është shtëpia ime. Dhe nuk ka askëku. Nuk ka më, do më thënë, e vetmja gjë që u bë kjo, sepse duhej që lakej dhe pufador të qeverisë të krijonin lajme, madje
edhe në studio të debatonin lidhur me ftesën e do shkoj apo s'do shkoj. Në mënyrë që të mbulonin super skandalin e Lubi Ballukut dhe Edi Ramës. Ta mbulonin, ta nxirrin atë nga studio dhe të fusin këte. Do vijun aty, do vijun tek ajo tjetra. Por tani jam tek ftesa. Pra ishte kjo, si do shkoj, po unë, pra i thash, tani vim tek çështja. Asnjëri, në qoftë se shkon pak tek data 21 janar, ora 7 e darkës, njeriu i parë që ka kërkuar një hetim të plot të asaj përpjekje të dhunshme për të përmbysur një qeveri të ligjshme, legjitime, është Sali Berisha. Është Sali Berisha. Asaj përpjekje që u bazue fund e krye në një mashtrim dhe falsifikim të tmerrshëm publik. Asaj përpjekje për të cilën Edi Rama mendoj se do i lëshoja zyren se për ndryshe do kalohej mbi të vdekur. Lexoj pak, ktheu pak, i ke atë ditë. Apo tjetër edhe 13.000 po të bëhen. Nuk prish punë. Apo tjetri, te i kalohet kushtetuta, s'ka me kushtetut. Pra, unë isha thellësisht i interesuar për hetimin. Më shumë, nofta më shumë se kushdo tjetër. Jo për veten time, se ata që patën qëllime të tilla dështuar, por kjo duhet të zbardhej në interesin më të mirë të shtetit shqiptar. Interesin më të mirë të shtetit shqiptar. Tani, pjesa e dytë. Unë publikisht kërkova prokuror ndërkombëtar. Dhe një prokuror ndërkombëtar erdhi. Pjesa e tretë. Të supozojmë për një moment se unë nuk doja hetimin. Të supozojmë. Nga viti 2013 kanë kaluar 12 vite. Dhe ai hetim nuk u bë. Sepse ai hetim nxjerr përgjegjës kryesor për protestën më të dhunshme në historinë e vendit, direkt Edi Ramën. Nxjerr falsifikimin dhe mashtrimin publik që bëri me video me Filip Çakullin. Nxjerr projektin e tij që ose ik, ose mund të kalohet dhe miku Foma. Ja, por pranaj s'bëj hetimi. Pranaj nuk bëj hetimi. Sepse besoj se 13 vite, Partia Demokratike nuk s'kemi patur asnjë lloj autoriteti. Ndaj dhe Ina Rama nuk thriste Sali Berishën. Ndonë se unë i kisha thënë asaj ato që meritonte. Ato që meritonte plotësisht. Nuk ishte çështja ime ajo. Ajo ishte çështja e shtetit shqiptar. Aty u përpoqen të përmbysi një pushtet, një qeveri të zgjedhur në mënyrë të ligjshme. Në mënyrë të ligjshme, të bazuar në një mashtrim dhe falsifikim të tmerrshëm publik. Dhe që megjithatë, Ilir Meta një javë para dha dorëheqjen. Një javë para. Erdhi në zyrë, tha unë, nuk shkoj, tha, tek prokurori zëvendës kryeministër. Unë do shkoj si qytetari thjesht. Ndaj dhe ata që përpiqen tani ta bëjnë këtë për të mbuluar super skandalet dhe garantoj
që do marrin dështimin, turpin, me propagandë që e përdorin, dhe këtë në qoftë se ke vure. Në çdo rast, sa herë u dalin probleme, këta nxjerrin kartën e... Po kush e pengoj atë? Kush e pengoj atë? Asë kush, vetë se u del Edi Rama, u del Tom Doshi, u del Skënder Gjinushi, u del Spartak Ngjela, dalin këta. E disa dokumenta ka apo jo? Është një morie pafundme. Ishte demonstrata më dhunshme. Është marrë vetë direkt, kemi realitetin, Qeveria Shteteve të Bashkuara, edhe Komisioni Evropian, janë marrë dhe kanë kërkuar hetimin e plot nga polici tek organizatori kryesor. I ke deklarata. Po të hetoj organizatorin, Edi Ramës duhet i faturojë atë që meritonte. Kur Sali Berisha qëndroi në zyrën e tij, ditë pune, respektoi flamurin dhe detyrin që kishte. Pra, këto janë për këtë çështje. Këto dhe vetëm këto, nuk më kanë thirrë, sa herë të thrasin për çdo gjë, jo për këtë, unë shkoj, s'kam asnjë lloj. Zoti Berisha, dua ta ribëj edhe një herë pyetjen, sepse është duke u krijuar dhe konfuzion, ndoshta dhe pra, fletëthirrja ka shkuar në 3 lokacione. Urdhë? Fletëthirrja ka shkuar në 3 lokacione kur ju duhet të keni vendin e punës dhe shtëpinë. Si mund të bësh një pyetje të tillë, pse mund të marrësh ti të mirëfillt mashtrimin që bën skapi? Jo, sepse dhe Kuvendi e ka pranuar që ka ardhur edhe Parlamenti i Shqipërisë ka pranuar që ka ardhur fletëthirrja për juve. Pse se ka sjell Parlamenti? Sepse se keni pranuar ju. Kush se ka pranuar? Pyetja ime zoti Berisha. Jo, një minutë. Jo, shiko, ky është i mashtrimit. Atëherë po kanë bërë këtë, po kanë thënë këtë, janë mashtrues ordiner. Unë s'kam pranuar. Kujt ja kanë ofruar? Pa në qoftë se, pritani këtu, unë se kisha dëgjuar këtë, po në qoftë se këta thonë që ja dërguam dhe se pranor, këta janë mashtrues ordiner. Janë të paftyrë. Unë kam, fatmirësisht, tek pallati njerëz që marrin postën, marrin me firmë, të nxjerrin firmën. Unë kam njerëz në Seli, a e ka nisë në 3 vende. Atër, pse del që vetëm parlamentin e Taulantit e pas kanë marrë? Shko qarë veglash, të shpifura, të turpshme. Pyetja ime është se pse Sali Berisha lejon gjithë këtë kakofoni dhe në media, pasi fletëthirrjen besoj keni parë dhe në përmedia, kemi edhe ne gazetarët një kopje të saj. Pse lejoni ju që të bëhet gjithë kjo zhurmë mediatike? Dhe të paraqiteshin ditën e sotme në sepse unë respektoj ligjin. Unë nuk merrem me trillime, nuk merrem me manipulime, nuk merrem me propagandë banale, unë respektoj ligjin. Ata të cilët hynë në lojra politike, ata janë njerëz pa fytyrë, që nuk kanë moral, që nuk kanë ligj, të cilët shkelmojnë mbi institucionin kushtetues të skapit të partisë, shkelmojnë mbi institucionin kushtetues të skapit të partisë, tregohet se janë vegla të verbra. Mendja, atë pyetje nuk mund ta bësh ti, pse ti nga mediat? Jo, unë s'mund të marr njoftim. Nuk funksionon. Institucionet e një shteti nuk funksionojnë me mediat. Se media çdo ditë mund t'japi një lajm, po ti s'ke asnjë obligim. Obligim ke kur ty të dorëzojnë, si të përcakton ligji, njoftimin. Ligji përcakton njoftimin. Kurse, ajo që thuhet i parlamenti, ajo tregon pikërisht një lloj turpshme tyre. Pra, Selia nuk e ka marrë. Pallati nuk e ka marrë. Ka njerëz aty. Të thonë postierit cili ja refuzoi. Asnjëri. E ka marrë Taulanti me 5 mbiemra. Çka fakton edhe njerë
lojën e turpshme të Altin Troplinit, i cili hyn në turpet të tilla që as një ordiner, një njeri ordiner nuk i lejon vetes, kaq banale. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Në fakt, në momente që ne flasim, zoti Berisha, SPAK ka nën hetim Belinda Ballukun, ka në qeli Erjon Veliajn, ka në qeli Ilir Beqajn, ka 2 ish deputet Partisë Socialiste në qeli, ka një ish ministër dhe një ish zëvendës kryeministër tjetër në kërkim ndërkombëtar. Ju keni deklaruar se edhe pse Veliaj apo Belinda Balluku janë procese hetimore, prap këto janë dëshira të Ramës, i ka lëshuar ai. Po nëse një moment, një ditë, vetë Edi Rama do të jetë subjekti i SPAK-ut, çfarë argumenti do të përdorni juve pra përpara qytetarëve se vetë Edi Rama kërkon të shkojë nën hetim? Pyetja e parë. Faleminderit. Spari, ata që njohin diktaturat, ose që i studiojnë ato, të shkura apo të sotmet, do të gjenë se institucioni i akuzës persekuton si kundërshtar politik, persekuton edhe kriminelt, edhe zyrtarët e korruptuar. Madje të themigje, ka vende të cilat e bëjnë me shumë vendoshmëri dhe të garantoj që në diktaturë komuniste, korrupsioni ishte pakrahasimisht më i ulë se sa ky që është sot. Dhe për një dhia apo për një dele, burgosaj tjetër disa vite. Nuk është se fale i korrupsioni në diktaturë. Por diktatori përdor të prokurorin kundër kundërshtarëve politik. Tani, vim pak se ju i një... A kam normal të them unë me këtë që po them se opozita është e paprekshme? Absolutisht jo. Opozita është e prekshme plotësisht, është nën ligj, por kur t'ja arreston dhe persekuton në vitin elektoral si persona në hetim, arreston si persona në hetim, ja ku ke Ilir Metën, si persona në hetim, liderët e 3 partive kryesore opozitare, njërin për tyre e vendjekje penale, atëherë besoj se është e qartë si drita e diellit se ky është një atak kundër pluralizmit politik. Prit, do vi unë aty. Do vi unë aty. Ky është një atak kundër pluralizmit politik. Atak kundër pluralizmit politik. Dhe kjo nuk mund të bëhet. E bërë në vitin elektoral, e bërë në vitin elektoral. I mbajtë në vitin elektoral, i mbajtë në arrest, njërin në burg, tjetër në shtëpi, pa akuzë. Pa akuzë. Çfarë më thuj ti mua? Çfarë dokumentash mund të ndryshoja unë 12 vite pasi kam ikë nga pushteti apo Ilir Meta? Çfarë dokumentash disponoja unë? Prit. E para kjo. E dyta. Altin Troplini, i cili është jo i vetëm në këtë shkallë, është njeriu që futi nocionin e amnistisë krimit elektoral. Dhe për ty, Osman, dhe për çdo njeri që vota ka një peshë caktuar, dosjet 138 dhe 184 dhe 338 janë dosjet më flagrante
të krimeve më flagrante elektorale, të cilat janë ngritur mbi bazën e procedurës më të saktë ligjore. Janë regjistrime të bëra me vendim gjykate. Dhe këto i amnistoi Altin Troplini. Tani, më thuj ti mua, dhe cili do, një prokurori që sulmon pluralizmin, shtyp pluralizmin, amniston, e di që është kjo e dosjeve. Kjo është licencë për Edi Ramën për të krijuar ato që i krijoi më vonë. Vim tani tek rastet e... Spari duhet bëhet pak e qartë, mos njerëzit nuk do të besojnë një mashtrues siç është Dumani. Se nga viti 2008 deri në vitin 2010, 2 ministra janë heqë imunitetet dhe janë vendosur në hetim, në akuzë. Një zëvendës kryeministër ka dhënë dorëheqjen nga çdo funksion dhe ka shkuar në ndjekje nga prokuroria. Pra këto ka ndodhur, këto që po i paraqesin si risi, këto janë vetëm mashtrime, këto ka ndodhur më shumë. Megjithëse kush janë 2 ministra në detyrë sot? Cili? Asnjë. Përveç lubis tani së fundi. Kështu që kjo veprimtari pra për të ndëshkuar korrupsionin ka ekzistuar. Madje kjo e sprakut është 3 herë më e vogël. 3 herë më shifra, me raporte të Departamentit të Shtetit, të cilat dëshmojnë se në vitet 2007-2008 u dënuan nga gjykatat për dosjen e korrupsionit të dërguar nga task forca 630 punojës. 199 punojës u dënuan në vitet 22-23, më falë. Pra, vim të Erion Veliaj. Besoj se e një gjove dje Edi Ramën. E një gjuhët, nuk shtrohet këtu që birit vras babaj, nuk kam unë pasartës. A e kapë, se a tha shumë ati ta thot, e tha vetë, i doli vetë. A bërë Erion Veliaj për pjeket hapura, për të paraqitur më shumë se i dytin Partinë Socialiste? Absolutisht po. Edhe nuk mund ta mohoj njëri. Dhe e vërteta është që ai krijoi në parlament, krijoi në parti një mbështetje të fortë. Kështu që por për Erion Velin ne protestuam 46 javë. 46 javë. Erion Veliaj u akuzua jo për çështjen e 5D-s, jo për djegësin e Tiranës, u akuzua thjesht për grabitje parash nëpërmjet NGO-ve dhe për familjen e tij. Pra, nuk mund të themi se Erion Veliaj kishte dosjen plot, por Erion Veliaj i dha përgjigje Rama dje. Nuk kam unë të dytë, nuk kam pasardhësu. Iku. E tregoj veten. 2. Tek Belinda. Besoj se çdo njeri që ka ndjekur ato çka mediat kanë publikuar, dhe Osman ato janë gjërë që janë ato që janë në dosjen e Belindës. Se këto janë të asaj kashetës, që quhet ajo punojësja. Se të kesh ti dosjen e Belindës, ajo është me jashtëzakonshmja. Nuk ka shkrimtar që mund të shkruajë një dosje të tillë. Mos i pyet. Të gjitha. Aty është
Aty është një dosje e papërsëritshme. Palloshi i gjatë është lule aty, në dosjen e saj. Po, mor, po. S'janë gjatë, njeri, po. Po pse e mori e motra dosje? Pse e mori Pamela? Jashtë të gjitha kritereve. Dosja ka aspekte që të i kalojnë imagjinatën. Pra, në atë rast, që është e vërteta, prokurori, Preçi, duhet pranojmë se është përballë me të vërteta të cilat ishin asgjësuese për te në rast se do i mohonte. Dhe ai nuk mori përsipër t'i mohoj. Ai mori përsipër, pavarësisht se u paralajmërua me kokë, ki kujdes kokën, tha Troplini, e tja, ai mori përsipër t'i qëndroi ligjit. Nuk kam asnjë të dhënë, se unë nuk jam njëri që besoj shumë në konspiracione, as se lubis ja bëri Rama, nuk them, nuk digja. Ajo Ram si tha, di që i tha të marrë me vete, dhe e merr me vete. E merr. Këte mos kini iluzion. Pra kjo është qëndrimi. Unë e kuptoj që ju, që s'keni jetuar diktaturën e parë, keni të drejtë kur i shifni kështu. Por në qoftë se prokuroria përdoret për të shtyp pluralizmin, për të amnistuar dhunimin e votës, ajo është prokurori politike, është politike. Sa i takon çështjes parë që trajtuat ditën e sotme për Luftar Hysën dhe lidhjet e tij me kryeministrin Edi Rama, të cilat ju i cekët, do të bëj Partia Demokratike kallëzim penal në SPAK për të hetuar kjo çështje sa kohë ka folur dhe Departamenti Amerikan i Shtetit? Unë mendoj se ne kemi bërë, do të ketë padi, por do ta shohim. Po, qofse nuk ka padi, po unë besoj se ka padi. Aty po ato tonat ata i kanë kështu, dosje armiqësh. Dhe vetëm kur s'kan ku shkojnë. Zoti Berisha, vetëm më lejoni që ta përfundoj pyetjen deri në fund, sepse ka një reagim zyrtar nga SPAK-u dhe thotë që herën e parë rojet e banesës tënde, herën e parë rojet e banesës tënde ishin urdhëruar nuk ishin autorizuar për ta tërhequr zarfin. Ishin të urdhëruar? Nuk ishin autorizuar për ta tërhequr zarfin, rojet e banesës tënde. Herën e dytë, shërbimet e deputetëve në kuvend, pra stafi juaj nuk ka refuzuar për ta marrë fletëthirrjen dhe ajo është dërguar në adresën e emailit, por edhe herën e dytë në banesë është refuzuar marrja e zarfit me datën 12/11. Është një gënjeshtër absolute. Është një gënjeshtër. Ato roje janë njerëz të përgjegjshëm, të cilat këta janë të paftyrë. Janë njerëz të përgjegjshëm të cilët më kanë dorëzuar mua çdo lloj dokumenti që ka ardhur aty. Dhe kur organet gjyqësore kanë patur e kanë konsideruar të domosdoshme, i kanë dërguar me motociklet, me punojës të policë, gjykata apo e tjerë, dhe s'ka ndodhur kur kjo që thonë ata. Ata janë, dhe u thuj që jo, mbyllja u atë bëni blok ati numrit tyre, sepse e kanë një agjensi mashtrimi. Janë agjensi e turpë mashtrimi. Pra ju lutëm shumë, i pari i sa, bëj një blok edhe report ati numri, po, edhe thuju dhe kolegëve tjerë bëjnë të njëjtin gjë sepse dezinformojnë. Edhe i pyetje të fundit, emailin e keni hapur gjatë këtyre ditëve? Urdhë? Emailin e keni hapur? Po, çdo ditë. Ta kanë çuar email? Asnjë. Urdhë?
Jo, s'kam email në parlament. Unë kam emailin tim. Nuk kam email në parlament. Urdo, më falë një minutë. Unë email nuk përdor dhe nuk kam email në parlament. Qofse kanë hapur dhe është, ato kanë regula komunikimi, nuk është emaili ajo që komunikon. Posta ka regull. Dorëzon njoftimin, firmos ai që merr njoftimin. Dorëzon njoftimin, firmos ai që merr njoftimin. Tani, duket ka njës tani mas këtyre bisedave, ka njës gjanë email, ose më kanë hapë nëjë llogari emaili, ka stile për këtë punë janë. Zoti Berisha... Jo, normalisht, deputet duhet të kenë llogari emaili, po unë se kam përdor kur. Zoti Berisha dhe një pyetje të fundit. Ditën e djeshme keni hedhur akuzën ndaj ministrit të kulturës Blendi Gonxhe, sipas jush i vrari në atentatin e Rinasit ishte truproi e tij. Por zoti Gonxhe ditën e sotme ka pohuar se të gjitha deklaratat tua janë mashtrime dhe thotë se do t'ju padis në gjykatë. Jeni gati të përballeni me zotin Gonxhe në gjykatë për absolutisht. Shiko, që Gonxhe punoj me banda dhe një nga banditët ka qenë dhe ky, kjo është e provuar. Unë do t'i nxjerr ati me 10 dishmitar. Sigurisht dokumenta, s'kjo s'bët me dokumenta, po këto e din, Gonxhe bashkë me këte dhe bandën e Vorës, është në këtë fushat në Tiranë ka qenë njeriu më i lidhur me bandat. Hoxha kishte këtë sheqerin dhe s'ka rreguar të paktën, kurse Gonxhe është totalisht produkt i bandave dhe i tyre. Ju falenderoj.